Nga fundi i muajit të ardhshëm, Kleksani do të mund të merret me recetë, njoftuan nga Fondi për Sigurim Shëndetësor. Përveç Kleksanit, edhe një tjetër medikament kundër mpiksjes së gjakut, nadoparina, gjithashtu do të përfshihet në listën pozitive. Shuma e pjesëmarrjes për këto barno do të përcaktohet më vonë. Këto medikamente deri më tani ishin në listën pozitive B dhe për trajtim në shtëpi qytetarët duheshin të përdonin rimbursim. Deri në fund të nëntorit, këto dy barna do të jenë të disponueshme në farmaci me recetë. Këtu kemi një fitim të dyfisht. Qytetarët, pacientët, nuk do të kenë nevojë të shkojnë te sportelet për të marrë rimbursimin për këto medikamente dhe do të kenë akses më të lehtë tek barnat. Së dyti, ne do të kemi më pak presion pune dhe do të mund të përqendrohemi tek çështjet të tjera. Përveç kësaj, fondi ka njoftuar se në periudhën e ardhshme do të rishikohen kriteret për sigurimin shëndetësor. Kjo do të thotë se në bashkëpunim me Drejtorinë për të Ardhura Publike dhe Ministrinë e Brendshme do të vlerësohen rreziqet e abuzimeve, ndërsa në fokus do të jenë personat që punojnë në ekonomi të zezë ose ata që kanë të ardhura jashtë vendit dhe nuk kanë regjistruar asnjë të ardhur në vend. Qëllimi nuk është të hiqet sigurimi shëndetësor, por të vendoset një marrëdhënie e drejtë dhe e barabartë. Kujdes shëndetësor falas të ketë për njerëzit që me të vërtetë nuk kanë të ardhura, ndërsa për ata që kanë të ardhura në ekonomi të zezë ose jashtë maqenisë, të gjendet një mënyrë për të kufizuar hapësirën për këto abuzime. Aktualisht në sistemin e fondit janë të regjistruar 1.845.007 të siguruar.